Vjen keq sot edhe në këtë tentativë të radhës, prap konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës dështoi. Ne sikur ta kishim Kuvendin e konstituum, natyrisht se sot me urgjencë do të duhej të flitej për gjendjen në korporatën energjetike të Kosovës dhe për mafinë energjetike në përgjithësi. Po besoj sot të gjithë i keni pa dhe i keni raportuar gjithashtu që ju falenderoj se çfarë po vjellin tymtarët e Kekut. Jemi në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Ka disa kohë që po ngrisim zërin kundër mafisë energjetike. Ju të nderuar gazetar tashmë dini se çfarë po ndodh në komplet sektorin e energjisë. Ka ndodhur dyfishim i faturave të energjisë elektrike, i kemi 1300 biznese të cilat janë komplet në kaos sa i përket furnizimit me energji elektrike, të cilat po refuzojnë të nënshkruajnë kontrata me furnizuesin e fundit, dhe të cilat nuk e din fare se çfarë do të ndodh pas 60 ditëve kur edhe i kalon afati i furnizimit Kekut si furnizuesi mundësisë së fundit. Ajo për të cilën do të flasun sot është një tender prej 137 milion euro me negociata i shpallur nga Korporata Energjetike e Kosovës me 22 janar të këtij viti. Bëhet fjalë për 137 milion euro për modernizim dhe rehabilitim të Kosovës A3. Merreni me mend, Korporata Energjetike e Kosovës e ka shpallë këtë tender dhe nuk ka studim të fizibilitetit. Arsyeshmëria që këtë tender ta bëjnë me negociata thuhet është sepse është tepër voluminoz dhe operatori ekonomik nuk ka bërë studim të fizibilitetit. Pra ftohen kompanitë me konkuru dhe Keku nuk e din se çfarë do të bëjnë ato kompani. Flitet për modernizim dhe rehabilitim të njësisë A3. Ka pasur disa ndryshime të kritereve gjatë rrugës të këtij tenderi dhe nëse nuk gaboj ende është i hapur. Pritet me Kek pret me i pranu 6 oferta dhe mandej me i fillu negociatat me secilin prej tyne. Nuk ka penalti, nuk ka auditim dhe ka kritere diskriminuese. Është thjesht qarkullimi i kompanive kërkohet dhe gjithashtu kërkohet përvoja e ekspertave, e kjo e fundit ka ndryshu disa herë me gjasa duke ju përshtat kompanive të ndryshme. Gjatë 4 viteve të kalume, Ministria e Ekonomisë ka dështu me mbikëqyr Kekun. Janë lavdru që kënd se Keku po operon me fitim, por në fakt ajo që ka shihet është që Keku shpesh herë në emër të eksportit të energjisë elektrike i ka sakrifiku edhe rehabilitimin e blloqeve. Sot, kur jemi në qershor, ne kemi rënje të vazhdueshme të blloqeve. Mirë po fitimin e Kekut, qytetarët po e paguajnë në mënyra të ndryshme, po e paguajnë me fatura jashtëzakonisht të larta, po e paguajnë me import i cili në periudha verore nuk është fare i nevojshëm që të kemi dhe po e paguajnë përmes sponsorizimit të fitimit të kompanive të ndryshme të cilat ne dyshojmë që janë të lidhur me njerëz në institucionet e energjisë. E dini që është raportuar në media, është raportuar prej buletinit ekonomik që qytetarët e Republikës së Kosovës kanë paguar deri 800 euro për megawatt orë për transportin e energjisë elektrike kryesisht prej 2 kompanive, EFT Vuk Hamovicit dhe NOAS. Një kompani e cila i ka 2 punëtorë dhe është kompania e 8 më e madhe për nga qarkullimi në vitin 2024. Por nuk ka dështu vetëm Ministria e Ekonomisë, ka dështu kosti, sepse kosti e ka licencën e transmisionit dhe të operimit me treg, do më thonë kosti i ka leju këto kompani që me i rezervu kapacitetet transportuese dhe mandej me ardhë deri te pagesa deri në 800 euro. Ka dështu zërreja, sepse zërreja do duhej ta mbikëqyrte kostin, dhe jo vetëm kostin, po dhe operatorët e tjerë në treg, dhe sot të gjithë ta njerëz janë shumë komod në përpozitat e tyre, janë kryesisht njerëz të dërguar, mos themi 100% të dërguar nga lëvizja vetëvendosje, sepse janë vendosur gjatë mandatit të kaluar, disa prej tyre me votë në kuvendet e tjerë të emëruar nga qeveria, siç janë për shembull bordi i Kekut apo të tjerë. Do thotë jemi në një gjendje të kaosit total energjetike dhe kjo gjendje pritet të përkeçësohet. Andaj edhe nga këtu po e shfrytëzoj rastin që të bëj thirrje prokurorisë speciale që menjëherë të filloj hetimet për të gjithë aktorët e involvuar në sektor. Natyrisht që një gjendje një kaosi tillë institucional ju konvenon të gjithë keqbërësve, të gjithë atyre të cilët po rrinë
në pozita, sepse të paktën nëse do të kishim kuvend, ne deri me tani do kishim debate parlamentare, natyrisht do të duhet të kishim edhe komisione hetimore për të pa saktësisht se çfarë po ndodh dhe do të kishte kërkesa të paktën për rrëzimin, domethënë për rrëzimin e anëtarëve të bordit të ZRE-s, të Kostit dhe institucioneve të tjera. Kështu që po natyrisht se të gjithë atyre, të cilët po përfitojnë prej kësaj situate, vakumi institucional ju konvenon jashtëzakonisht shumë. Nuk e di se sa do të zgjas një situatë të tillë, mua më vjen keq se sot për herën e 36, mirë po të gjithë e dim përgjegjësin. Përgjegjësi i krejt kësaj situate është lëvizja vetëvendosje, që ka 48 deputet në kuvend dhe janë ngujuar pas një emri për të cilën nuk i kanë votat. Tani ajo çfarë e dim është që pjesa më e madhe e energjisë e cila po shpenzohet në Kosovë është duke u importuar. Nuk e di nëse nuk kam përcjellur të dhanat e shkëmbimeve tregtare me Shqipërinë, ka ndodhur përpara, po sasia të cilën Kosova po e gjeneron për momentin është jashtëzakonisht e vogël. Domethënë kemi një ose eventualisht 2 blloqe. Ju pat raportimet edhe sot, pat edhe tymin sot, i cili ka mbulu në fakt jo vetëm Obiliqin, por krejt Prishtinën, ku thuhet që njëri prej blloqeve atje është dhënë urdhër faktikisht që të lëshohet pa vendosjen e filtrave dhe kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme. Kështu që ju them të drejtën, ka gjasa që ne nuk kemi rrymë të mjaftueshme as gjatë natës për të shkëmbyer, sepse kapaciteti me cilin për shembull para 2-3 ditë ne kemi qenë duke gjeneruar vetëm me njërin prej blloqeve dikun kapacitet 110 megawatt orë energji elektrike, që është sasi tepër e vogël që nuk na mjafton për vete as natën e lirë me t'japim për shkëmbim. Besoj që ju e dini, ne kemi ndërmarrë, jemi partia vetme që kemi ardhur me iniciativë që të bashkohemi të gjithë dhe të kalojmë prej kësaj gjendje të kolapsit. Mirë po një ide e tillë ende nuk po përkrahet, edhe pse ne besojmë që kjo mund të shtyhet në afate, domethënë të caktuar, por prapë do të vim te një pikë ku prapë do të duhet të ulemi të gjithë, qoftë edhe për të shkuar në zgjedhje.